Natyra e vjeshtës ka veshur edhe Valbonën duke krijuar një peizazh të jashtëzakonshëm në një prej mrekullive të natyrës alpine shqiptare. Kryeministri Edi Rama përcolli në rrjetet sociale pamjet të maleve të Valbonës me bukuri manitse. Vjeshta me temperatura të larta në javën e parë të nëntorit ka sjellë atmosferë magjike, ndërsa nuancat e ngjyrave të tokës kanë mbuluar gjithë Valbonën. Kjo zonë me bukuri të rralla është e preferuar jo vetëm nga turistët vendas, por edhe nga turistët e huaj, të cilët e parapëlqejnë të njihen me bukuritë e Alpeve të vendit tonë. Valbona shtrihet në qendër të Alpeve shqiptare në qarkun e Kukësit. Parku kombëtar i kësaj zone ka një sipërfaqe prej 8.000 hektarësh. Natyra e këtij parku është e pasur me varietete të përshtatshme për turizëm, peshkim e alpinizëm. Ka një klimë malore me dimër të ashpër, erreshje të pasura shiu e bore dhe me temperatura të ulta, si dhe periudha të gjata me ngrica dhe erëra. Vizitorë të shumtë nga vendi dhe bota e kanë pjesë të listës së tyre të atraksioneve turistike, duke e kthyer Valbonën në një pikë me turizëm gjithë vjetor.